në ditën tjetër. Sot është data, sa është data sot? Sa është data? 27 më duket. Është e shtunë. Dolëm. Shkuam tek banga. Ndoroqëm disa porosi. Blevi Rani një dhurat nga gjyshi. Edhe qa bëm tjetër? Hangrëm dhe në një pilaf. Do vive një dhurat nga baba gjyshit. Dhe tani po ikim në shtëpi. Qyteti është plot me makina, kanë filluar lëvizjet, me sa duket kanë ardhur emigrant, edhe pse me vonesë emigrantët e erdhën më në fund. Përpara një jave nuk kishte pik lëvizje, por sot ishte plot. Ndërkohë pam që ishte rregulluar skena për në darket, që do vi Ylli Baka. Edhe kaq njerëz. Kaq do thoja unë. Dhe tani do ikim në shtëpi, do bëjmë të një punë atje te shtëpia, se s'kemi bërë asgjë, kemi dalë nga ora 9:10, kështu. Tani është ora 12. Po, Rani dhe ka ngel mendja te baba gjyshi, sepse ka parë një foto te telefoni mami. Ja fe një rodie te ka jo video. Ja thashën, jo, ja thash te video tjetër, nuk e kam postuar atë video. Do me thënë, Ranit është e pamundur t'i bërë surpriza, sepse është aq shumë kurioz sa do t'i zbuloj të gjitha dhe pastaj zhgënjehet. Por Rani dje pa një foto tek telefoni im që kishte ardhur baba gjyshi tek pema jon. Dhe ishte duke hapur thesin e dhuratave, ndërkohë që baba gjyshi po gjente dhuratën e Roanit. Unë jam zgjuar natën sepse kërkoi Roani ujë, edhe ai u tremb edhe iku. Dhe tani na ka dhënë fjalën që do të vi sërish Sot? Shikoj çik përshpemës. Mos ja foto. O tani e pash, kalova çfarë dhe s'pash asgjë. Yes! Leva! Unë dje, ose pas dje në mos gaboj, krijova disa foto me inteligjencën artificiale, si kur kishte ardhur baba gjyshi këtu tek shtëpia jon, edhe kisha menduar që do i porositja Roanit dhuratën që donte, që e kishte kërkuar prej kohësh, edhe do ja vendosja këtu poshtë pemës, dhe më pas do i tregoja edhe fotot që t'ja bëja sa më të besueshme që kishte ardhur baba gjyshi në shtëpinë tonë. Dhe gjeni çfarë, Roanit është e pamundur t'i fshirë gjë, nuk e di, sikur e ndjen, sikur ja thot dikush, nuk e marr vesh, por dje gjithë ditën shikonte tek telefoni im, ndërkohë që ka edhe telefonin e vet, edhe aty pa foton e baba gjyshit. Dhe u çmend, hiku truri dhe thoshte që si ka mundësi që pas ka ardhur baba gjyshi te shtëpia jon edhe nuk ka lënë dhuratën. Dhe që të dilja nga situata pasaj dhe mos më shkonte e gjithë ky plani kot, i sajova një histori si kur baba gjyshi u trem natën, sepse Roani kërkovi ujë, unë çova që të mbushja gotën e ujit edhe iku, por që na kishte dhënë fjala që do vinte prapë një nga këto ditë. Ky muhabet ishte dje, dhe Roani u ngrit sot në mëngjes edhe u shkënjye, por unë nuk ja bëra dot mbrëm në darket si gjë, sepse s'më kishte ardhur akoma porosia, se normalisht do më vinte me post. Edhe sot në mëngjes, përpara se të dilnim, më mori posta në telefon edhe më tha që keni X porosi për të tërhequr, edhe tani që po vinim në shtëpi, unë takova vjerrin rrugës, edhe e mora me makinë normalisht, dhe po rinim aty jashtë, sepse ishte edhe një shoku i burrit, dhe po bënim muhabet, dhe ndërkohë Roani u
humbi vëmendjen aty edhe po rrinte me çunat edhe unë erdha brenda. Ndërkohë burrit i kishin sjell dhe një panetone me një shishe verë dhuratë dhe i mora të dyja, i vendosa poshtë pemës dhe i thirra Rohanit dhe reagimi i tij ishte si që pat, që nuk më shkoj kot. Dhe tani që kam ardhur në shtëpi, shtëpinë e kam shumë rëmuj, sepse e kam lënë në mëngjes, po bër asgjë. Kam marrë një dhuratë, këtë ja mora burrit në fakt, po nuk është vetëm për burrin, është për të gjithë familjen. Dhe do ja tregoj. E hapëm sepse ja tregova normalisht dhe i thash edhe këtu të ka sjellë babagjyshi diçka. Dhe këtu kemi një projektor. Që do të thotë që me anë të këtij projektorit unë do ta hap tani dhe ta provoj nëse funksionon ose jo. Gjithashtu kishte edhe pultin e vet, edhe është për të parë filma. Dhe këtë gjë ne mund të marrim edhe nga dhoma e gjumit, por edhe këtu në kuzhinë. Do të hapim tani ta shikojmë edhe t'ja tregoj edhe juve se si funksionon. Ndërkohë, mbrëm ka ardhur një dhuratë për mua dhe është nga Blankie. Këtu kam një pelush, është shumë i bukur, nuk do të hap për momentin, jam duke menduar se si do e realizoj videon e kësaj gjës dhe do e shikoni në Instagram ose në shortset e YouTube-it. Dhe këtu të shtëpia ime tani është letra dynjaja, do t'ju tregoj edhe juve që ta besoni. Kjo është gjendja. Letra në tokë, letra në për divane, edhe ai thesi boksit aty që ja blevi gjyshi Ranit. Për mos të fol pastaj nga ana e kuzhinës, që është tani shoqja juaj duhet të ndërrohet dhe të filloj nga puna. Por para se të ndrojmë, dua të provoj njëra të projektorin, a funksionon apo jo dhe si. Azuri Fatima